Sa do e ranë dhe zymt tjetërsina, sa do e ertë edhe tërt mojnë vetë vete, nuk mundet asnjëherë me ja mlu e me ja xanë dritën hanës. Shkelqimi i saj dëpërton, shkelqimi i saj është shumë më i madh, më i jashtëzakonshëm. Prandaj, nishtë do të mendoj dhe me të mirën që Zoti na ka falë, me atë dritën me cilën na ka bërë. Nuk do të me toleru asnjë lloj frike, drojet, apo çështje paragjykimesh e gjykimesh për me na mlu të mirën apo me na sfumuat. Do me thënë me terratisat, e me lanë dritë hije. Është e pamujtun, sepse tek e fundit njëjo vërteton çka kena në mërëndësi, njëjo vërteton çka kena si bukuri. Zoti na ka bërë të jashtëzakonshëm, na ka dhënë shndritje të mrekullueshme. Mos t'ja lam asnjëherë qefin edhe gëzimin e kënaqësinë marrinave boshe për me na myll dhe me na fik dritën e shkëlqyshme me cilën Zoti e ka hënë çdo njanin për nesh.